40 dhjetor, ngriu në luftoni për vendin tuaj. Është moto e Bill O'Reillyt të madh. Bill O'Reilly dje ka pasur një takim gjatë me Donald Trump. Natyrisht do të informohen më shumë mbas një jave. Bill i madh më ka premtuar të jetë përsëri në fokus. Ai e nje sadopak gjendjen në Ballkan dhe në Shqipëri, dhe unë shpresoj se O'Reilly ka një zot lartë te presidenti Trump. O'Reilly është në ditë të suksesi, sepse kur ka qenë numri 1 tek Fox News, ishte personi që nisi një fushat madhe që amerikanët thoshin përsëri Merry Christmas. Ishte ndaluar dhe shumë korporata përdorin Happy Holiday. Por ky vend është ngritur mbi besimin kristian. Dhe fushata e madhe e Bill O'Reilly për kompanitë mëdha tregtare i detyroi që amerikanët në për korporatat e mëdha në për ekranet televizionit thonin Merry Christmas. E larguan uakistët e Blinkenit, Kamala Harris dhe Biden, e ktheu doni i madh. Fatkeqësisht, duket se nga ana shëndetësore Trump nuk është siç ishte 8 vjet më parë. Natyrisht një 79 vjeçar duket se ka probleme me qarkullimin vaskular, por doktorët thonë që ai përsëri vazhdon të jetë energjik. Bill thotë që Trump rizgjuar në 2 natës, 3 natës, por shpenzon shumë kohë për të mirën e këtij vendi të madh. Do doja që edhe në Shqipëri, kryeministri i vendit tim Rama, të cilin e njoh hershëm, kur ishte basketbollist, kemi qenë thuajse në një lagje moshtre, në qoftë se ai do të bënte ashtu si Trump, pro Shqipërisë, pro shqiptarëve, unë do ta mbështesja pas një rezervë. Ajo që unë nuk kuptoj është që përse duhet të ri thuajse për jetë dikush që u kooptua tek Partia Socialiste me makinacione, thuhet se edhe blerje dhe mos përgjegjësinë e nanos. Natyrisht dikush që vjen në një post të tillë, siç është Doni i Madh këtu, siç ka qenë Berisha, siç është Rama, siç ka qenë Nano, kanë përgjegjësi historike. Nuk ka rëndësi se si hipon atë post. Çfarë bën ti për kombin tënd? Ndaj, unë kam qenë i ashpër ndaj tij. Në qoftë se e merrni personalisht, unë mund bëj edhe një pauzë. Nuk e kam problem. Unë kam ndërtuar jetën time larg Shqipërisë, por përsëri më dhem vendi im sa herë që vi. Sa shikoj që në 120 miliard dollar buxhet për 10 vjet, thuajse janë vjedhur gjysmët. Problemet e Ramës janë me drejtsinë si në Shqipëri, por edhe këtu në Amerikë. Nga burimet mia, gazetar investigativ, në dosjen McGonigal, e cila është rihapur për rjetime porosit të Trump ndaj Kashap Patel, del diçka që mua më duket interesante si gazetar, jo për skup, po hetohet lidhjet e McGonigal me Bitcoin në Shqipëri. Shumë burime këtu thonë që Rama është i ngatruar tek dosja e Bitcoin. Ju e dini që ka pasur një mandat arrest për dikë që është larguar me 2 miliard dollar, vetëm një person. Dhe prodhimi i Bitcoinëve kërkon një energji elektrike thuajse skajore. Në qoftë se amerikanët do t'ja kalojnë këto informacione, në mos ja kanë kaluar spak, është një hall më shumë për kryeministrin e vendit tim. Natyrisht që Rama duhet të jetë i kujdesshëm duke mos firmosur vetë, edhe pse ja ka ndarë Shqipërinë oligarkëve. Ndaj më duket pas sens kur thotë që nuk lidhim dot kontratën për linjën ajrore Kanada-Shqipërisë sepse mungon ministri atë firmos. Firmos e ti, zotëri, je kryeministër. Këtu në Amerikë, se këtë shembull di dhe këtë ju them, çdo departament ka sekretar shteti, sekretar i Pentagonit, dhe ka deputy secretary. Pra, deputy është ai që ka drejt firmos, nuk është under.
Në Shqipëri kemi pasur zëvendës ministër dhe nën ministër, e mbani më nën drejtor. Pra, është e thjeshtë. Ashtu siç ministri e financave parë që ka deleguar firmën. Nuk ka pse e mbron dikë që është kapur nga hetime të thella me transferta, sepse SPAK, Biroja e Hetimeve, trajnohet nga FBI. Follow the money. Është e lehtë. Ndaj, kjo duhet të ndodhur, them unë, dhe me hetimin e Bitcoin, ku përsëri del dhe Rama, sepse janë bërë, siç është thënë në median shqiptare, por dhe këtu në Washington Examiner, që luajnë miliona dollar që McGonigal ju ka marrë pushtetarëve, politikanëve shqiptar, si në Shqipëri dhe në Kosovë. Është e vështirë që të bësh dërgesa bankare në Amerikë, me sasi të mëdha. Dhe McGonigal pikërisht nga kjo u kap. Ishte një sasi $500,000 nga Qipro, që kaloi tek kompania e krijuar e mikut i shqiptar-amerikan Nezaj për McGonigal. Me sa duket, Nezaj ka qenë detyruar të raportojë sepse është sasi e madhe. Në rastin e Ramës, Balluku dhe njerëzve të tjerë, shifrat janë marrëmendëse. Por Dumani, mbas ndalesës në Washington, duket që e ka ndryshuar tërësisht vektorin dhe po i afrohet zyrës së Ramës. Ka disa fakte të tjera. A ka shërbyer Ahmetaj me deponimet e tij në thuajse prag arrestimin e Ballukut, se duket që përplasja mund të ketë qenë vetjake, dhe Ahmetaj natyrisht është në Zvicër, nuk e di statusin e tij. Ka kërkuar azil, mund të jetë duke punuar për pacollin, siç thonë, nuk e verifikoj dot. Por natyrisht që agjencitë e inteligjencës e kanë kontaktuar. Aq më tepër që ka një pikë Ahmetaj me kontaktet që ka pasur me ambasadën amerikane, aq informacion sa kam, ka raportuar për korrupsionin skajor dhe për kundërshtim ndaj sigurisë kombëtare amerikane nga kryeministri Rama tek Yuri Kim. Ai ka kaluar Yuri Kim raportimet në Washington. Kjo do të verifikohet në qoftë se dosja McGonigal do të shkojë për rishqyrtim dhe për ridënim në gjykatë. Dosja është masive. Yuri Kim natyrisht që ka përfaqësuar dy administratat, Trump dhe të Biden. Dhe unë mendoj që ajo nuk ka dalë nga urdhrat e shefave të saj, por akuzat e opozitës kanë qenë për korrupsion me trojën e jugut të Shqipërisë dhe te Tigri 1 dhe Tigri 3, që sot është në hetim sepse kryeministria e Bangladeshit ka investuar direkt. Kryeministri është dënuar me pushkatim, me vdekje. Dhe duket që ajo që quhet tit for tot më bëj të të bëj, Yuri Kim mori një emrim, edhe pse nuk ka asnjë përvojë biznesi, ExxonMobil në Houston. Dosjet hetimore nuk mbyllen, por jo të gjitha shkojnë në gjykatë. Varet nga aftësia e prokurorit, nga hetuesit, për të bindur jurinë e madhe dhe pastaj për të shkuar në gjyq. Janë dy raste që prokurorët e Trumpit gabuan, tek ish drejtori i FBI-t Comey dhe prokuroria e përgjithshme e New Yorkut James. Keset nuk kishin përgatitur mirë, u kthyen mbrapsht case dismissed nga gjyqtari. Në rastin e Boltonit, ende nuk ka vendosur gjyqtari të pranojë akuzën, quhet discovery, por në ana financiare Bolton është detyruar të pagojë $1 milion ose $2 milion, sepse ka një grup avokatësh. Këtë synonte zoti Trump. Pardje ka pasur një dëgjes në Kongresin Amerikan. Dje, si fokus, kemi qenë të ftuar me drejtorin e Task Force të White House, Andrew Giuliani. Është biri Giulianit të madh, pra edhe në Amerikë, ka favore të tilla. Në shtëpinë e bardhë punon edhe e bija e Lasivitës. Është drejtoresht në një zyrë të komunikimit. Bota, pra, gjithkund
thuaj se është njësoj. Nuk i shpëton dot akuzave, për shembull duket për mua e pa kuptim që shikojnë bisedime serioze për paqen në Ukrainë, një figurë si Kushner, i cili ka hyrë në universitet pa merita, ka falimentuar disa biznese, dhe më tepër është pro Vučić, pra nuk është për çështjes tonë. Trumpian, i tha Amanpour, por dështoi. Diplomacia kërkon profesionist. Tek dëgjesa në Kongres ishin ftuar 3 specialistë, 3 profesionistë. Një ishte nga Heritage Foundation, që ka kontrollon projektin 2025, dhe i kërkoi me ngul me forcë Kosovë aty në NATO, tjetër nga Hudson Institute, dhe i treti nga John Hopkins, i cili solli përpara Kongresit Amerikan për kufizimin e ODIHR dhe OSBE-s për zgjedhjet e vjedhura në Shqipëri. Por në pyetjen që u bë për Kurtin, që e quajtën obskurantist, nuk është qëndrimi i departamentit të shtetit. Janë 3 përfaqësues, 3 specialistë, të cilët janë nga NGO. Mungoi përfaqësuesi i departamentit në hearing. Por çdo gjë është mbetet në rekord. Pra, në Kongresin Amerikan nuk kam drejt të them që zgjedhjet shqiptare kanë qenë të vjedhura, jo të barabarta, të paguara, të kontrolluara, pra, sipas raportit të ODIHR-it. Rubio ka thënë që ne nuk do të shprehemi për zgjedhje, por janë shprehur për në Poloni, u shprehen për në Gjermani. Do të orbatem përsërit i pyet zyrtarisht në zyrën e shtypit si ja tashuar pranë qendrës media suaj. Natyrisht Rubio ka thënë që nëse preken interesat e sigurisë kombëtare. Dhe tek Bitcoin preken këto interesa. Tek Sinaloja preken përsëri, ndaj tek urimi që Rubio bëri për 28 nëntorin, ngjandëm shumë si ngushëllim dhe jo urim, sepse përmendi trafiqet, narkotrafiqet. E njëjta gjë ndodhi tek ajo që quhet Telegram i zotit Trump ndaj presidentit Begaj. Ka një ndryshim kur Blinken uronte Ramën, përmendte qeverinë shqiptare, uronte qeverinë shqiptare, Rubio as nuk e përmend. Pra ka një injorim ndaj zotit Rama. Dhe ai e ndjen. Konsumi të qëndrosh në pushtet kaq gjatë ka pasojat e tij. Dikur Amizalia thoshte që fundi mbahet mend. Kishte drejt. Në qoftë se Rama do të bënte gjëra të mëdha, të mira për Shqipërinë, do ta mbështesja. Jo, unë për të gjithë. Por e keqja në Shqipëri ka vetëm një emër. Edwin Rama. Këtë nuk e di vetëm unë. E din dhe ata socialistët e ndershëm, të cilët shikojnë çmimet e rritura, maramendse, çmimet e banesave, ku në Shqipëri jetojnë mirë vetëm oligarkët dhe ata që janë shërbëtorë të kryeministrit tim. E keqja ka vetëm një emër, Rama. Dhe shqiptarët këtë e dinë, si atje edhe këtu. Natyrisht që presin shumë, çdo të ndodhë, çdo të vijë nga Amerikë. Ashtu si gjyqëri Trump dëgjonin dhe thonin dhe 2 javë do vinë anglesët. Por shembulli jepet nga Bullgaria, nga Serbia. Njerëzit vetë duhet protestojnë ndaj të keqes, e cila ka në Shqipëri një emër, Edwin Rama. Nuk janë për djegje, nuk janë për shkatrime si në Bullgari. Por lider të përgjegjshëm duhet dinë të kuptojnë mesazhin dhe të largohen. Exit way. Natyrisht që politika në Shqipëri është krijuar nga lider të fortë. Nuk e konkuron dot askush Berishën tek PD-ja, është fakt. E dua, nuk e dua. Ka kohë kam qenë kundërshtar ndaj tij, kam thënë haptas. Për momentin është i vetmi që i mblodhi. E njëjta gjë është PS-ja. Rama është lider i kësaj force të majtë. Do ta marrë me vete mbas këtij korrupsioni galopant. Mbas meje Qameti, do të veproj pa përgjegjshmëri si nano kur hiku, sepse do apo nuk do, ti ke hyrë në histori, por figurë historike nuk je, por pjesë nuk të heq kurse, u bën ke qenë 97 në pushtet. E kam thënë disa herë, për dikë të lindur në Tiranë, të arsimuar,
open-minded, të përfundosh në vjedhës është gjëra më ulët. Sepse ke vjedhur lotët atyre nënave që vuajtën nga persekutimi. Ke vjedhur djersën dhe gjakun atyre që kanë punuar në minierë që kanë pension qesharak. Ke vjedhur dinjitetin e inxhinierëve, arkitektëve, doktorëve, të cilët janë detyruar të ulin kokën sepse ndryshe i mbyt taksidari, patronazhisti, ndryshe nuk ka vend pune për fëmijët rrethin tënd dhe do të ngelin në punë vetëm njerëzit e ballukut, të ish byros politike, ish kriminalit e ish shituesit, dhe ky është fakt. Shqiptarët e dinë që e keqja në Shqipëri ka vetëm një emër, Edin Rama. Do doja ta mbështesja në qoftë se do të bënte diçka të mirë për çështjen shqiptare. Por sa herë që dua, ndaloj. Shikoj si sillet me Kosovën, si sillet me çështjen e Çamërisë, me Open Balkans, dhe se si e ul nivelin përfaqësues të vendit tim, mënyrën se si flet, se si sillet, se si vishet, dhe kur takohet e përqafohet me figurina të tilla të BE-s që gjithmonë dalin korruptuara. Tani kuptoj që Mogherini, kjo e korruptuar e BE-s, pas ka vjetur troje toka në Shqipëri për të ngritur një kolegj, janë 17 milion euro. Ja ka dhuruar Rama, ti të forto, dhe tek dosja e prokurorit belg, pa diskutim do të dalin edhe shkeljet e mëdha dhe vjedhjet nga qeveria e Tiranës me figurinat lëtyr të BE-s. Ndaj BE-ja nuk është dot forcë as diplomatike as ushtarake. Ndaj Trump ka drejt mos e përfill, sepse korrupsioni gëlon. Dhe ajo që e ka shkatruar Evropën është vokizmi i Sorosit, emigracioni, çka po kërcënon edhe Amerikën. Në qoftë se Trump nuk do të ishte zgjedhur të fillonte politikë të ashpra, deportimet, largimet, edhe ky vend do të kthehej si BE-ja. BE-ja nuk e di a do të ekzistojë dhe do të kemi ne mundësi të hyjmë apo jo, sepse BE-ja si BE është më e vogël se shumë anëtarëve të vet. Nuk e them unë, më ka thënë Bolton. Në politikat e Trump për emigracionin, edhe shqiptarët preken. Ka thënë që do të heq green cardët atyre që kanë gënjur. Ka shumë shqiptarë që kanë gënjur. Zyliftar Ramizi është me green card, ish drejtori sigurimit shqiptar, sa raste të tjera. Po studentët që janë këtu me studime, a do të kthehen për vit të ri pa probleme në Shqipëri? Do t'i ndalojnë kur të kthehen? Në qoftë se kanë qenë në shkollë rregullisht si kthen kush. Dhe a vazhdojnë aplikimet për azil? Si mund vihet këtë vend të madh? Pata një intervistë me një avokat të suksesshëm, Hasan Metuku, i cili ka qenë nga zyrtarët e ndershëm të administratës shqiptare në kryeministri dikur. Në pjesën e fundit do të kem intervistën me Metukun. I kthejmë dhe njëherë hearing dëgjesës për Ballkanin. Ka që thonë që nuk ka shumë ka rëndësi. Këtu çdo gjë është në records, janë të shkruara. Mund të gjej, kam dy detaje, kam në letrën që Xhezi Helmsi dërgonte Reaganit, duke kërkuar që Kosova të bashkohet me Shqipërinë, duke i dhënë rëndësi çështjes shqiptare, por dhe trafikantes, i cili ka futur në records vjedhjet e zgjedhjeve në kohën e Ilir Metës, apo fjalimin e tij brillant kur Nano vinte në Washington në 97-ën, ku pak a shumë, në qoftë se memoria nuk më ka lënë, trafikantët thoshte sot ka ardhur një vazhdues i kriminalit Hoxha, që i ka duart me gjak përfaqësues i diktaturës shqiptare në Washington. Kjo ka ngelur në rekord. Dhe dëgjesat Berisha i mban mend, mbas zgjedhjeve të vjetra të 91-shit në Senat, unë shpresoj dhe unë besoj që jo vonë të ketë dëgjes të tillë tek ai nën komisioni për Europën, nuk ishte komisioni marrëdhënie me jashtë, nën komision edhe për zgjedhjet të vjetra në Shqipëri, sepse është futur një deklarat nga OSBE Odiri tek nën komision, dhe kjo shkon në Departamentin Amerikan të Shtetit,
shkon dhe të doni i madh. Dëgjoni me tukun, ju falenderoj, do të jem ndarë përsëri këtu. Avokat me tuku, po flitet shumë për green card që presidenti Trump do të rishikojë, rrezikojnë shqiptarët, besoj se jo? Kjo varet, në qoftë se shqiptarët kanë gënjur gjatë procesit, mund të rrezikojnë. Çdo njeri që nuk ka respektuar ligjin, pa diskutim që rrezikon. Në qoftë se pra ka një gjithmonë në aplikimet që bëhen në ligjin e emigracionit, po jo vetëm, edhe në sjelljen e qytetarisë dhe të qytetarëve amerikanë, dy gjëra nuk pranohen dhe janë pjesë e moralit të ulët. Gënjeshtra dhe falsifikimi. Pra në qoftë se gënjeshtra ose falsifikimi është përdorur gjatë një procesi për të përfituar benefite e emigracionit, përfshirë këtu edhe kartën jeshile, atëherë ajo është gjithmonë në rrezik. Studentët shqiptarë që janë në Amerikë, është një farë frike që do shkojnë për vitria në lejon kthehen. Ka ndonjë rrezik? Qoftë se viza është në rregull? Jo, as pak. Do më thënë, thjesht po zbatohet ligji i emigracionit, po kontrollohet nëse studentët i kanë ndjekur mësimet, nëse kanë respektuar dhe nuk kanë punuar gjatë kohës që ata studiojnë. Pra, askush, as përfshirë dhe studentët, nuk duhet ketë frikë që të udhtojë jashtë Amerikës dhe të kthehet, në qoftë se është në përputhje me ligjin pik për pik. Ka pasur disa raste që janë kontrolluar Facebook, TikTok, edhe në shtetet e tuaja, nëse një student shqiptar, po themi, ka marrë pjesë në protestat pro Hamasit, rrezikon? Atëherë, do më thënë pra kemi një antisemitizëm përhapur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka një përplasje midis koncepteve të lirisë së shprehjes dhe hate speech ose gjuhës së urrëties. Normalisht, do më thënë që studentët, të cilët kanë shprehur lirinë e tyre nëpërmjet formave të ndryshme të shprehjes, qoftë edhe nëpërmjet protestave, nuk besoj se rrezikohen, por në qoftë se kjo do të vlerësohet si një gjuhë e urrëties apo si antisemitizëm, atëherë normalisht mund të nënshtrohen procedurave të një vettingu ekstrem. Por pa një proces gjyqësor, nuk besoj që ato do të nënshtrohen ndonjë rreziku të saktuar. Gjykata Supreme këtu nuk merr çdo çështje. Në Shqipëri duket sikur gjykata kushtetuese po merr çdo gjë nga Rama. Në qoftë se si e shikon, a duhet ta merrte gjykata kushtetuese pezullimin e dikujt që akuzohet për korrupsion madhor? Në Shqipëri unë mendoj që gjykata kushtetuese mund të shqyrtojë të drejtat, pra nëse të drejtat kushtetuese janë shkelur, dhe unë nuk besoj që në rastin konkret, pavarësisht se Rama apo Këshilli i Ministrave ka përcjellur një kërkesë të tillë, gjykata kushtetuese mund ta pranojë atë dhe do të shikojë nëse ka patur shkelje ose jo të atij që quhet procesi i rregullt ligjor. Në rastin konkret kemi të bëjmë me një masë administrative, pra një masë ndaluese që është vendosur nga një gjykatë më e ulët. Kështu që në këtë pikpamje mendoj që gjykata kushtetuese i ka tagrat, por nuk mendoj se ka një shkelje nga gjykata e posaçme për vendosjen e masës së ndalimit të ushtrimit funksioneve për zonjën Balluku. Pasi në atë funksione, ajo nuk është e zgjedhur, ajo është e emëruar. Ata nuk i kanë hequr mandatin e deputetes ose e kanë ndaluar që ajo të vazhdojë jetën parlamentare. Kështu që më duket e qartë. Megjithatë, thjesht dërgimi i çështjes në gjykatën kushtetuese nuk do të thotë, domethënë që ajo ka të drejtë. Unë besoj që gjykata kushtetuese me sound mind, me një gjykim të shëndosh dhe profesional, besoj që do të arrozojë atë kërkesë. Këtu nuk shkon direkt në gjykatë supreme. Rruga këtu është disi e ndryshme. Domethënë kjo mund të kalojë nëpërmjet një certiorari, pra është një procedurë e veçantë, dhe normalisht domethënë gjykata vendos nëse duhet pranuar një çështje apo jo. Në rastin konkret, edhe një gjykatën kushtetuese të Shqipërisë, që nuk është paralele me gjykatën supreme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pasi është gjykata e lartë në fakt, por ne kemi dy gjykata. Ishte më mirë që kasacioni që ishin të dy janë. Normalisht të gjitha çështjet, qoftë ato kushtetuese, qoftë çështje të tjera ligjore, i shqyrtonte një gjykatë e caktuar. Unë nuk mendoj që gjykata e kushtetuese në Shqipëri ka bërë një gabim për pranimin e çështjes dhe kalimin në një seancë në shqyrtimin e trupës gjyqësor. Pra duhet parë meqense është një çështje e cila
ka rezonancë të lartë publike dhe gjithashtu gravitet midis. Pra kemi një çështje e cila është shtruar nëse ka prekje të cënimit të checks and balances, të balancimit dhe kontrollit të pushteteve ndërmjet njëra tjetrës. Nuk është e zgjedhur për ministre. Nuk është Sigurisht. Dhe në rastin konkret unë nuk besoj që kemi të bëjmë me shkelje të së drejtave ose të pushtet. Pra nuk kemi as shkelje të së drejtave të zonjës Balluku si individ, por nuk kemi as shkelje të procedurave apo të balansave të pushtetit ndërmjet pushteteve. Në rastin konkret, do më thënë, midis gjykatës dhe pushtetit ekzekutiv. Avokat, çfarë shërbime i afroni shikuesve shqiptar amerikan zyra juaj? Ne jemi të fokusuar kryesisht në të gjitha çështjet e migracionit, që përfshin çështjet e bashkimeve familjare, përfshin çështjet e azilit, kryesisht përfshin çështjet e të gjitha vizave, viza investimi, viza pune, apo vizat të tjera që janë për talente të ndryshme, sportist, artist, njerëz të aktor të teatrit, student, kuptohet, dhe viza jo emigruese, viza të investimit e dysh, viza të tjera. Pra, gjithashtu ne ofrojmë edhe shërbimet tona në gjykatën e taksave, dhe mund t'i përfaqësojmë ato në gjykatën më të lartë të taksave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sigurisht edhe t'i konsultojmë dhe t'i këshillojmë ato për këto çështje. Pjesa më e vogël pastaj ka të bëjë me çështjet e dëmtimeve, lëndimeve personale, kryesisht autoaksidentet, të cilat i bëjmë dhe i trajtojmë në bashkëpunim me kolegë të tjerë amerikanë. Avokat, falenderoj. Ishte kënaqësi si gjithmonë për fokusin dhe për ju Berti, ju uroj juve dhe gjithë shqiptarëve festa të mbara. Thanks. 30. Kudo në Shqipëri.